sikur trupi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të synohet vetvetiu. I çdo është Allahu me lanë vet trup gjithmonë, po jo. Kur ka vdek, e kanë shtin varr. Prandaj nuk lutet ai, nuk i drejtohet atina lutja, pse sa ai nuk duhet vetvetiu. Ai nuk duhet vetvetiu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur më çoni mu salavat, ka thënë, këto salavate mi përcjell Allahu. Qysh? Mi përcjell Allahu. Asinin ti veta? Jo. Dhe më përcjell dikush. Pse? Sepse shikimi i tij, dëgjimi i tij është i kufizuar. Duhet mi ardh lajm se të ka çu filani salavat. Alayhi salatu wassalam. E kjo çka është? No, është i mangët. A dhe ka thënë Allahu te bareke ve teala, kul innama ana basharun mithlukum. Thuaj unë jam njeri si ju. Unë jam njeri si ju. E kjo vëzër është dallimi mes vetvetiu, vetçenja, edhe kjo çënja e cila varet për diçka tjetër. Dhul Xhelal është veç Allahu xhelalu ala.